strategjia hetimore e prokurorisë ka qenë një narrative pra përcaktuar ku ka futur fakta të marra aty këtu dhe nuk ka bërë përpjekje të vërteta për të testuar alternativa ose shpjegime të cilat duhet të ishin shtjelluar në tërësinë e tyre. Pista të tëra hetimi që mund të kishin rënë në kontradikt me teorinë e prokurorisë nuk janë shqyrtuar dhe eksploruar fare. Po ashtu, prokuroria nuk ka thirrur një numër të rëndësishëm vendimtar të dëshmitarëve, dëshmia të cilëve mund kishte dhënë informacion të shumë kontekstual, operacional, si dhe informacion për hierarkinë e UÇK-s në mënyrë të drejtë për drejtë për të turpgjykues. Efekti kumulativ i këtyre mangësive të përsëritura her pas here nga kjo prokurori e bën këtë turpgjykues të gjendet para një dokumentacioni të çështjes që është i shtrëmbruar dhe i paplot. Hetimet kur janë të njëanshme, pa plota, ose kur shtyten nga rezultati që dëshiron prokuroria që të arrijë, kjo është një situatë që është tërësisht e komprometuar. Trupi gjykues nuk mund të mbështetet në një çështje të tillë të prokurorisë e cila mbështetet tek përjashtimi i shkresave dhe i provave shkresore si dhe i hetimeve selektive.